ndjekim një përballje të dy kandidatëve të tjerë të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, përkrahësisht Julinda Dhame të Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës dhe Jonathan Pano të Partisë Demokratike po në qarkun e Tiranës. Janë dy kandidatë që garojnë për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit, garojnë për herë të parë në historinë e jetës së tyre, është shumë interesante, quhet nga ato prurjet e reja, prurjet e të rinjve. Dhe ajo që vlen për të theksuar për dy e përbashkëta është që të dy kanë atë zellin dhe pasionin e të rinjve dhe unë mezi e pres një debat dhe një prezantim sigurisht përveç debatit të këtyre dy të rinjve. Në pamjet parë në fakt duken si të panjohur në politikë dhe janë në politikë panjohur, po jo aq të panjohur në punët e tyre. Julinda Dhame për ne gazetarët nuk ka qenë kështu anon, ka qenë një personazh i dashur dhe gjithmonë me atë vrullin e saj në punët e bashkisë për shumë aktivitete kulturore dhe jo vetëm kulturore, sportive dhe mezi pres domethënë që ta dëgjoj Julinda Dhame në intervistë si politikane, kurse kishte menduar. Por edhe Jonathan Pano, një kandidat i ri shumë interesant që na sjell jo vetëm lidhjen e tij me pastorin e njohur për publikun shqiptar dhe jo vetëm Akil Pano, një personazh shumë interesant, shumë i dashur për të gjithë ne, por ka shumë kreshëri se çfarë do na thotë Jonathan Pano tani që pretendon të bëhet deputet, pra që është futur në politikë. Unë i kam të dy në këtë momente në studio sapo më afrohen. Julia Dhamo. Si e? Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Sukses, jam shumë i gëzuar që të kanë këtu. Jonathan, përshëndetje. Si jeni? Jam shumë i gëzuar dhe për ty, po më lejo se jo vetëm për shkak që është zonjë Juli, por Julin e mbajmë në thonjza me adër në gazetarët e duam gjithë, sepse është e panjohur kështu si politikane, por në Bashkinë e Tiranës ishte kështu, po themi, një motor i ndezur gjithmonë. Të uroj shumë suksese. Faleminderit dhe për ftesën, edhe më kishte marrmalli. Edhe mua më kishte marrmalli. Për ty. Po ç'ndodhi që u futet ti në politikë? Domethënë si mund t'i lësh ti ato punë të bashkisë, ku të vën ty aty është një gjë që ndizet gjithmonë që zjen, dhe ti do futesh në politikë. Si mund të futesh ti rresht atje në politikë? Po nuk mendoj që duhet të futem rresht në politikë, unë mendoj që normalisht duhet të jap atë veten time. Edhe për njerëzit që nuk më njohin, edhe sidomos në një nivel tjetër, në një nivel më qendror, më ekzekutiv, më politikbërës, sepse vim nga një punë, nuk vim nga asgjëja. Nuk vim nga unë për shembull edhe disa të rinj që jemi në listën e Partisë Socialiste, në listën e hapur, vim nga praktika, që është shumë e rëndësishme, të kuptohet një punë se si bëhet dhe pastaj të kalohet politikbërja, se politikbërja nuk mund të jetë kaq empirike, duhet të jetë e bazuar. Isha shumë xheloz dje që anda më çaku të mori te Euronews. Domethënë do t'i thosha seancës që ma ka prishur gjitha të knesin pozitivisht, se ne kemi po kam shumë për të thënë. Ke shumë për të thënë? Do më thosh ke gjëra që do të thosh për të parë. Pra, mirë, nuk po e tërheq atë për Antën. Megjithatë, bravo i qoftë Antës që e kapi se zgjodhi një personazh që kishte çfarë të thoshe. Jonathan, tani ti ke një problem, djali babit. Nuk e di, a do ta kapërcesh këtë që thosh babi i djalit? Po të gjithë jemi bitë dikujt apo jo? Ja, Akil Pano tani ka një format që nuk është i thjesht tani. Jo thjesht është pastor, por e ka kapërcyer atë të pastorit dhe është një personazh publik, sidomos me kauzat e tij për familjen, për shoqërinë, për edukimin, është bërë personazh shumë i dashur dhe interesant. Dhe të duhet shumë të kapërcesh babain. Po nuk e shoh si sfidë për të kapërcyer babain. Po çfarë sfide ke? Sfida ime është përfaqësoj familjen, përfaqësoj konservatorizmin në Parlamentin shqiptar. Dhe kjo gjë bëhet më së miri kur ti vjen me një background familjar, kur është privilegj dhe është bekimi më i madh në jetën time që për baba kam Akil Panon dhe për nën kam Lindën. Dhe ku kam më mirë se sa të rinj tani që kanë me këtë background familjar, kanë këtë vizion, kanë këtë mision në veten e tyre, janë të qartë në çfarë duan të arrijnë dhe zgjedhin që të hyjnë në politikë me një qëllim të qartë. Sa më pëlqen që ke marrë blok me vete, unë të rinjt i shoh rrallë me blloqe me vete dhe që mbajnë shnime. Domethënë kjo është një gjë që mua më kënaq si pikë parë. E dyta, kush je ti? Se okay, unë t'i njoh, se kam bërë ca telefonata, ore i thosha unë, ore ky Jonathani, di në gjë ky djali i ri tani, ky new entry në politikë, se aty është këshore, vallëzim me suqesh, ti mos kujto se të presim me buqeta me lule. Ti njerë zgjidhu njerë deputetin, se nuk e dia do zgjidheshin, se
me ato pesha të renda që ke aty, kam një listën këtu të Tiranës, unë nuk e di si do zgjidhesh ti deputet, po megjithatë kjo që bën është e bukur. Po dhe aq i ri nuk jam politik. Pra, unë e kam një 2 vjeçar eksperiencë në Këshillin e Bashkisë Tiranës, e kam eksperiencën e një fushate, kam eksperiencën e debatit që ashtu me 2 vjet në Këshillin Bashkiake të Tiranës, në rrezon në tokneve. Po çfarë është 2 vjet në Këshillin Bashkiake të Tiranës? Po, nuk është. Kjo ka ja 20 vjet që më mend unë me kaseta vraponte na sillte aktivitetet e Tiranës dhe se një njeri politikisht flas, e njohin kështu si specialist. Po prap, nuk është fringo i ri nga qesja që tani po hyn në një fushat politike për herë të parë. Është fushata e. Kush je ti për ata që duan të dinë se ti sigurisht që ke dorëzuar CV në kuvend, po kush je ti? Çfarë mund ta thuash? Cilat janë piket e tua më të forta që ti prezantohesh në elektorat? Bëj një CV të shkurtër për gjithë personat që mbase se CV-ja Unë jam Jonathan, jam brezi i 4 në njësinë administrative numër 8 në zemër të Tiranës. Tiranës. Më shpjego pak se po diskutoj edhe me stafin tim. Pse e ke shkruar në anglisht emrin, e se ke në shqip? Po, për këtë duhet pyesim babin. Se ke pyetur ti? Tani shiko, ngeli ty për ta thënë këtë. Emri Jonathan është emër biblik dhe në Biblën në përkthimin shqip kështu shkruhet Jonathan. Më kujtove Biblën. Disa jam i njohur se ti babit tënd ka dhënë një Bibël që un kisha në bibliotekën time disa Bibla. Por ajo Bibla që më ka dhënë babi jot është aq e mirë. E ke parasysh për çfarë Bible bëhet fjalë? Po besoj se po. Me ato shpjegimet dhe me ato ke marr komentar. Sqarim është e jashtëzakonshme. Falenderoj nga zemra dhe unë bile jam duke lexuar me shënime sepse shumë gjëra edhe për shkak të edukimit ton jo të mjaftueshëm për fen, duhet ta themi këtë gjë, nuk është se i njeh të gjitha, ndërsa ajo mua më ka iluminuar shumë. Dhe ti këtë ke armë të fortë? Po edukimi fetar? Shiko. Po. Churchill ka një shprehje që mua më pëlqen shumë që një person mund të diskutojë vetëm për fe dhe politikë, çdo gjë tjetër është marrëzi. Pra, në një farë mënyrë, çdo gjë që ne kemi diskutojmë për këto gjëra të tjera, fusim kot. Po jo, në një farë forme, çdo gjë do lidhet o me pjesën e besimit ose do lidhet me politikën, sepse ne jemi qenie politike. Dhe mënyra se si ne kemi qasje ndaj kauzave të ndryshme sociale, ndaj edhe ekonomisë, në fund fare është në një mënyrë apo tjetër është politikë. Dhe çfarë ishte Jonathani në Bibël? Jonathani është djali i një mbreti. Dhe është miku i ngushtë i mbretit të ardhshëm që u bë mbreti. Dhe pse ta vuri emrin ty babai Akili? Në fakt ka qenë edhe motra, e cila kishte një kukull me emrin Jonathan, edhe që kur isha në barkun e nënës time thoshte vllai do të ketë emrin Jonathan, familja pastaj do kërcojmë. Tani un po të kapërcej se më ngasfon shumë, po nga ky emri, domethënë se më intereson kur më është emri babit tënd, Akil, ne kemi në Shqipëri domethënë gjithë heronjtë e Trojës më rezulton kanë bërë statusin ditë që më rezulton që emrat e shqiptarëve janë Akil, Parid, Elena, gjithë. Domethënë Enea, këta janë heronjtë e Trojës, Odisej. Ne i kemi gjithë. Po babi ka një histori të veçantë se e ka Akil? E ka dhe ka shumë interesante. Pse? Sepse babai im ishte djali i 4 që lindi në familje, por i pari që mbijetoi. Çfarë thua? Por për këtë është më mirë që të jetë vetë babi që ta. Jo, do ta thrasun Akilin pastorin po mamë. Pse si mbetoi? Ç'o ndodhi? Kjo, po 3 vëllezër që kishte përpara, të 3 ndruan jetë. Pse? Shkaqe të ndryshme. Vegjël? Po. Sa vjeç? Një sapo lindi, një pak ca muajsh, një tjetër ishte ndërprerje shtazanie, ndërsa babi ishte i 4. Fëmia i 4? Djali i 4. Djali i 4 që lindi, por i pari që mbijetoi. Dhe për këtë gjyshi tha do ja vëmë emrin Akil që ai mos vdesi kurrë. Ua, sa e bukur që më ke thënë. Ma jep dorë këtu. Edhe një gjë, më ka treguar një gjë shumë të bukur. Kështu që historia jon familjare ka shumë mund të shkruajnë libra të tërë. Kur ty kërkosh votën atyre, tregoj këtë histori se sugjestionohen ata. Shiko, edhe Julin e bërë për vete. Imagjino, shumë interesant. Shumë e rëndësishme historia personale. Ato duhet tregosh historinë e familjes, çfarë përfaqëson. Edhe këtë të inkurajoj sepse mendoj që të gjithë të rinj që janë në politikë e kanë nevojshme të tregojnë se kush janë edhe çfarë përfaqësojnë. Edhe patjetër që përfaqësojnë një krah ose një tjetër, nuk ka rëndësi, po vlerat personale duhet të jenë të ndërthurura patjetër me vlerat e të përgjithshme e gjithë skuadrës. Dhe shikoni sikur të ishte parlamenti kështu, domethënë Jonathani i Partisë Demokratike dhe Juli Adhamo e Partisë Socialiste. I thot atij, "Shoh sa bukur ishte kjo, e the bukur këtë mbaje këtë se është shumë e bukur kjo vlerat e të rinjve." Ky është parlamenti i bukur. Ja, kam dy personazhe të bukur, një beautiful mind në studio që duan të bëhen deputet, po a do bëheni deputet, më thënë drejtë nuk e di. Po pse mos bëhemi?
S'ke vota, ore? Po I kemi votat. Ku i ke vota? Pa më tregoj, më mbush mendje mua pse të votoj ty. I kemi me qytetarë. Ore, unë votoj në Tiranë, pse do të votoj ty? Atëherë, Se Julia e di se çfarë do më thot mua. unë jam Jonathan Pano, Po? jam kandidati më i ri në moshë listën e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Sa vjeç je? 26 vjeç. 26 vjeç. Kam Po ti- përfunduar 2 master, një në financë, një tjetër në Ku ke Organizational studiuar? Leadership në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam pedagog dhe dekan i studentëve në një nga universitetet më prestigjioze në Tiranë, Ku? Universiteti i New Yorkut. Kam Edhe qenë unë mund të të bëj një pyetje. Dhe unë Patjetër. si qytetare do të pyesja pse zgjodhe Partinë Demokratike? shumë faleminderit për pyetjen. E sa e bukur kjo. Do të thënë kjo, do të thënë që i themi ne ato prerjet tona, kjo do të gjem e Më bukur. ka dalë fiks në shteg. Sepse unë nuk kam qenë, pra, me bindjet e mia, pikpamjet e mia, kam qenë gjithmonë idiot. Historia familjare. Një person që beson në Zot, beson familje, beson në një kom të fortë, nuk mund të jetë i majt ideologjikisht. Ne nuk kemi qenë, unë personalisht nuk kam qenë Po nuk pjesë. e ka të ndaluar, tani, se mos tani Jo, por- edhe të majtët kanë familje tani, mos e bëj tani sigur të majtët Por, se kanë. dakord, po kur diskutojmë për pjesën ideologjike, pra të majtët janë më ultraliberal. Pyeti që bëri Julia, ta bëri ore, pse jemi PD se si jemi ne, thot Julia. Tu. Do vina ato pikë. Unë jam bërë pjesë e Partisë Demokratike mbas rithemelimit të saj, pra mbas 2021-shit, sepse Partia Demokratike Je është fix new entry vlla. është partia e vetme e cila është që në statutin e saj është një parti konservatore, parti e vlerave të djathta, dhe ishte shumë e thjeshtë dhe shumë intuitive për mua, sepse po mendoja. Ndërkohë që E ke vlerat të djatha të familja? ta përfundoj. Ndërkohë që ish kryeministrit, kryetarit të opozitës, mund të arrijnë që t'i bëjnë gjithë kalvarin që arrin të bëjmë me Partinë Demokratike, me heqjen e Vulës, me nëngratën, me 333 ditë burg politik. Po, për fat mirë, para një muaj doli Department of Government Efficiency në Shtetet e Bashkuara që thanë që persekutimi politik i Sali Berishës është financuar nga Open Society Foundation që ka hedhur fondet për sistemin e Nuk është qëndrim zyrtar i qeverisë amerikane. e para. Po nuk është qëndrim zyrtar. Nuk ka dalë përfundimisht ende, por Kur s'ka dalë përfundimisht tani mos e bëni Ramon tani. Ti edhe fetar kështu tani. Ramon po na bëri kështu. Të gjithë ja ta përfundoj logjikën. Të gjithë jemi fetar. Pra të gjithë besojmë Jo, të gjithë ka që janë ateist, po lere tani mos i Po dakor, me aq sa unë po kuptoj, të gjithë që jemi po tre ne besojmë. Dhe së dyti, kur unë përshikoj se çfarë u tentua që të bëjmë me babain tim, pra 3 çështje gjyqësore në 3 vite, sepse doli dhe mbrojti mami dhe babi kundër prindi 1 dhe prindi 2. Në momentin që mund të arrijnë ta bëjnë këtë me një ish-kryeministër, me kryetarin e opozitës dhe me një pastor për ta censuruar, atëherë çfarë jemi ne të tjerët? Se ti thua që pastorin e ka bërë qeveria? Po kush ishte që e çoi në përgjykata? Si e ka bërë Dirama? Tani, duke marr parasysh të gjitha gjërat e tjera me Bashkinë e Tiranës. Po. Mirë, mbaro. Jo, se do bëjmë një çipëzje tani unë si të vinë në shtëpinë tuaj dhe të them për historinë tuaj familjare që nuk është e vërtetë. Jo, kjo nuk është për histori familjare, se kjo është një gjyq publik. Edhe Julia ka drejt aty, unë bashkoj me Julian. Okej. Po s'është vërtet çaj ka bërë Dirama këtë? Ore, është Bashkia e Tiranës e cila ka qenë promotori kryesor i agjendave. Ore, janë zgjedhjet parlamentare. Jo, kemi zgjedhjet parlamentare. Ne në Bashkinë e Tiranës kemi qenë promotor i dashurisë, vlerave, ndjenjës. Doli liberalizmi direkt aty më thua pse jam unë idiot me Partinë Demokratike. Po patjetër, sepse nuk mund të jemi majt. Nuk mund të mohosh tjetrin të drejtën për të dashuruar. Jo, ne në krevatin Po nuk mund të futemi në krevatin e njerëzve, edhe sidomos politika nuk mund të futet në krevatin e njerëzve. Unë kam patur gjithmonë atë pikpamjen që çdo njeri është i lirë të jetojë jetën e vet si të dojë. Por në momentin që jeta personale dikujt del dhe bëhet agent, atëherë duhet. Çfarë më thon agent? Atëherë duhet të ketë një limit. Pse e ka agent? Po, ne jetojmë demokraci. Po patjetër që pse e ka. E ka agent? Po patjetër që e ka. Kë ka agent? Pjesën e ultraliberalizmit. Duket sigurisht nga ana tjetër e Partisë Demokratike, po jo Partisë Socialiste. Ke martesat homoseksuale në Bashkinë e Tiranës. E ka agent pse? E ka Bashkia e Tiranës që Bashkia e Tiranës bën martesa të gjithë çifteve. Të gjithë çifteve që festojnë dashurinë. Ke së dyti, shfaqjet transgjinore të cilat ndodhen tek liçeni artificial i Tiranës, që ishin me fëmijë, i nxorën të parë dhe panë të shfaqjes. I ke parë edhe nuk është kështu. Ke pjesa tjetër, projekt ligji për surrogacinë, që duan ta kthejnë Shqipërinë në një hub ndërkombëtar surrogacie, po këta. Ku e ke parë këtë, se nuk e kemi as program. Projekt ligji.
është në pjesën e konsultimeve në Ministrinë e Shëndetësisë, e cili po vazhdon, ne po bëjmë opozimin tonë. Është një tjetër projekt ligj tjetër, i cili është për abortin, quhet projekt ligji për shëndetin riprodhues, e cila çon vajza 16 vjeç që mund të kryejnë abort pa lejen apo konsentin e prindërve. Ke pjesën tjetër që është... Nuk është e vërtet fare. Po, është e vërtet. Dhe sot e kësaj dite nuk ndodhen këto gjëra. Po, është e vërtet. Dhe ne po diskutojmë për gjëra reale dhe gjëra konkrete. Jonathan, të kanë bërë çik kështu, të kanë... Më fal, ti je i martuar, je... Unë jam i martuar. Jo, jam i martuar. Je me fëmijë? Ende jo. Okej. Në moment që bëhesh me fëmijë dhe gjatë gjithë jetës ka një rrugtim edhe fëmia, patjetër që ka edhe disa probleme. Dhe ne jemi prezent, për shembull, unë personalisht kam qenë prezent në dëshirat që kanë pasur fëmijët, që kanë fëmijët tanë, dhe nuk mund t'i ndalosh, patjetër që i këshillon, në momentin që fëmijët shkojnë atë rrugën e tyre, mund t'i këshillosh, por nuk mund t'i ndalosh. Duhet t'i tregosh kush janë të drejtat dhe duhet t'i tregosh pse duhet ta bëj dhe pse nuk duhet ta bëj, po ti nuk mund të ndalosh në asnjë mënyrë. Tani që fëmijët mund të dashurohen me njëri tjetrin dhe ti promovon dashurinë. Ç'është kjo fëmijët dashurohen me njëri tjetrin? Po, pra dashurohen të rinë, fëmia im. Po, fëmia im dashurohet me fëmijën e një tjetrit, po flas mas moshës 18 vjeç. Do të thotë kur tha fëmijët, fëmia im. Jo fëmijë të rinë, fëmijët tan. Fëmijët tan, se ju kapeni në WhatsApp, po nuk është kjo, nuk është ky thelbi. Ne promovojmë dashurinë dhe dashurinë dhe besimin. Fëmia im. Fëmijë për ka fëmijën e rritur me shkop. Fëmijën tim që është 20 vjeç. 20 vjeç. Tha fëmijën tim, fëmijët. Jo, pra në momentin që ti përballesh me fëmijët, me fëmijën tonë, aty kupton që nuk e forcë ta ndalosh. Fëmia im do bëj atë që mendon vet dhe si i duket e drejt, sepse ka një rrugtim në edukimin e tij. Po unë nuk mund ta ndaloj kurse si të dashuroj atë që do. Dakor? Dhe kjo nuk ka lidhje me politikën, dhe kjo nuk ka lidhje me politikën. Okej, e mbyllim këtë diskutim. Julia, te ty tani do kthej. Dhe doja të thosh një gjë. Ku ke lindur, në çfarë viti? Unë kam lindur në 98-ën. Okej. Ti e di historinë e Shqipërisë gjatë gjithë viteve nga sistemi komunist dhe në vazhdim? Ke dëgjuar çfarë është bërë në Shqipëri? Unë di që edhe po them prapë me adherimin tonë në Partinë Demokratike. Edi Rama ka qenë vetëm 2 vite në opozitë, këtë di. Po kur ka qenë Sali Berisha dhe Partia Demokratike në pushtet, e di çka ka ndodhur në Shqipëri? Ke pas 2 fishim të pensionave, ke pas 2 fishim të pagave, ke pas 11 kilometra. Edhe para e dytë, Juli. Kur ishte Berisha president apo kryeminist? Kur ishte dhe kryeminist dhe president. Se ka qenë president zoti Berisha. Shumë mirë. Jo, ka ndodhur në 97-ën, 98-ën, kur ke lindur ti, ç'a muaj? Korrekt në 98-ën. Ah, se, domethënë ti ke qenë ti ke qenë 2 muajsh. E di çka ka ndodhur në Tiranë 14 shtator në 98-ës? A e di ta ka thënë një babi? Ose ka lexuar pak. I është vënë zjarri gjitha institucioneve të shtetit, kryeministrisë dhe gjitha ministrive rreth rrotull. Dhe kur unë dëgjova në atë turm, tani do vëm të djegim gazetën Koha Jon dhe ne kishim shokët atje, kolegët atje, unë jam të verruar se s'kishte celular atë si do dhe raport me rap. Them këto, nuk po them që bëni gabim. Absolutisht jo, them një djalë si ty i ri, duhet të jetë patjetër te forca jon. Ta bëri firje. Julia, për ty, po ti ç'është ndodhi? Pse u futën politikë dhe tregojnë çika ato këtu njëri? Kush je ti? Se unë të njoh, po. Atëherë unë jam inxhinier mjedisi, kam punuar prej shumë vitesh, jam investuar në turizëm, jam investuar në mjedis, jam investuar te të rinjt, jam investuar te sporti, te kultura, te arti. Kam punuar me shumë njerëz, jam njeri të reni, kam punuar për politikën, por në backstage, pak më e tërhequr. Kam punuar sidomos me fushatat ndryshme të Edi Ramës kur zgjodh për herë të parë në Vlorë deputet. Me sa di unë ti familja jote ishte djathtë. Atëherë familja ime nga babai, po, është djathtë. Dhe kalove me majtën. Po, tani këti djathtë i thoja dhe kalove me ka shumë kohë që është shkëputur, pati nuk dua ta them për momentin historinë të madhe, ndoshta në një moment tjetër sepse i takon atij, por si shumë figura. Po ja, si shumë figura të Partisë Demokratike, nga figurat që themeluan Partinë Demokratike. Në Dhjetorit, po dhe në zgjedhjet e para që bëri Partia Demokratike në Thejnishin dhe ka qenë organizator i fushatës për jugun, që ka qenë shumë e vështirë ndryshimi i mentalitetit të kohë. Lili Dhama. Po, dhe çfarë të ka thënë kur ti vendose çfarë tha?
Atëherë unë sigurisht në fillim ai e ndjek këtë rrugtimin tim në Partinë Socialiste. Nuk ka lidhje, jo, nuk më ka thënë diçka për këtë moment. Nuk tha fare. Po ja do ta them unë, por ai e di shumë mirë që unë kam kohë që punoj me Edi Ramën, ka kohë që punoj në Bashkinë e Tiranës, edhe sigurisht e njeh rrugtimin tim, e shef edhe ndryshimin tim për mirë gjatë kësaj periudhe, edhe sidomos për emrin tonë të mirë. I erdhi shumë mirë që në listën e Partisë Socialiste është mbi emrin Dhame, sepse ka qenë një nga kandidatët për qenë në listën e Partisë Demokratike në atë kohë, si profesionistët, si intelektualët që i dhanë një imazh tjetër Partisë Demokratike atëherë, por nuk u fut. Megjithatë ky nuk ishte rast. Si dole Edi Rama? Sa vjet punove? Unë kam shumë vite, kam qenë 22 vjeç që në vitin 2000. Do të kur u bë Rama për parë kryetar bashkie që garoi me Besim Safaj. Kur ishte ministër kulture dhe pastaj. Dhe sa vite punove me Edi Rama? Dhe kam punuar shumë vite deri në 2015 që u futa në Partinë Socialiste. Do të deri 2011 që ishte Rama kryetar bashkie, në 3 mandate ti ke qenë aty. Po. Unë kam qenë kryetar. Si ja ke dalë Edi Ramës? Se kjo është pyetje $1 milion. Ja kam dalë. Kjo ndoshta është arsye që tani kam gjetur momentin që ti ri akoma më afër. Po si e ke dalë? Se Rama nuk është i lehtë tani, themi kështu. Pasu nuk jam lehtë për të ndikuar. Di çfarë bën kjo? Ato aktivitetet e bashkisë kur ishte Rama kryeministër, merrte në telefon pa njohur fare. Shikoj se unë dua se ka ndodhur kjo. Po prit të dalë, jo, po prit se unë do vi aty edhe ty do të mbushte më tani fillim ta. Unë jam njëri Jonathan që në momentin që kam të drejtë dhe mbrojtje të drejtat e njerëzve që kanë të drejtë, unë ta shqyej derën. Vi aty, ta çaj derën në kuptimin e kësaj që marr atë që duhet për njerëzit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe unë eci me shumë besim te Zoti dhe shumë besim te zemra dhe te dashuria. Më duket se ja morë votën Jonathanit. Ke zemrën e madhe. Jonathan, tani kam një pyetje për të dy. Cili është idhulli juaj në politikë? Nuk kam idhull në politikë. Unë idhull kam vetëm Zotin. Po si do shkosh ti kështu, si thaj, nuk mund thuash ke idhull. Ore, idhull në politikë do të thonë atëre model. Ndoshta se fjala idhull është idol është. Po shikoj, një nga modelet që për politikën aktuale apo në historinë shqiptare. Aktuale se ti tani do futesh. Po ke raste shumë. Në Shqipëri. Po një nga modele për shkak është të moralizoti. Ai është modeli yt. Pse? Çka ka arritur të moralizojë? Një nga, sepse jo çka ka arritur të moralizojë. Shiko, po ne kemi 12 vite në opozitë. Pra, për të diskutuar pa arritje, duhet të diskutonim nëse do ishim relata të tjera që do ishim në qeveri. Jo. Po pse ke model atëre? Çfarë përqendi, çfarë vlerëson ti? Po ja të bëj analizën e disa personave. Për të moralizuar më pëlqen qytetaria dhe më pëlqen pjesa që është gjithmonë i qetë, do e arrin atë që do me një artikulim prej qytetari. Dhe i vendosur për të çuar kauzën e tij përpara, siç është kauza e të përndjekurve politik. Ke pastaj persona të tjerë që janë pjesë. Ju dini që gjyshi i tij është përshkatuar ndërsa pesën? Po e kam dëgjuar. Pra, ke modele të ndryshme në politikën shqiptare që mund të jenë një model i mirë, por mënyra më e mirë e suksesit është momenti që ti do të shkosh dhe do të japësh modelin tënd në politikë, çfarë ti do të përfaqësosh dhe se si ti do të jesh. Shpesh mua më etiketojnë edhe si radikal. Po buzëqeshja që parë sa atë që tha... Radikal? Jo, unë si një farë, për qëpëse radikal, si të votojnë ty pasë? Ja, doja të regoja. Ajo që po thonë dhe Julina se po buzëqeshja, po ta thoja unë të njëjtën frazë, për shkakun që unë për të arritur atë që dua, unë të shqyej ideja. Jo që dua. Atë që besoj që është e drejtë. Që është e drejtë për vete dhe për njerëzit. Ku ti gjesh njerëzit shumë, çfarë thotë aman nuk thot ajo aman, po jo, unë kam drejt dua këtë gjë. Unë do etiketohesha si ekstremist. Jo. Tani, po diskutojmë. Kemi rovore, thashë bërë telefon, ku isha drejtor të Eurajuzë. Merë, shiko, dua këtë se po mund të kesh ekstremist nga ana liberale. Kështu që kur diskutoni idenë ekstremizmi, mos shkoni gjithmonë djathtas. Nuk jam. Po, në të njëjtën mënyrë jam edhe unë. Pra, unë them, jam konservator, jam person që jam nacionalist, e dua Shqipërinë me shqiptar. Dhe kemi disa probleme. Çdo më thënë kjo je nacionalist dhe dua Shqipërinë me shqiptar. Ja, ty ja shpjegoj. Ne fillon racizmi pas e mbas saj. Jo, nuk ka racizëm absolutisht. Pra, mua besimi nuk më lejon që të jem racist. 12 vjet e fundit ne kemi shpopullim dhe ky është fakt. Nuk ka askush që nuk mund të dalë askush që ta mohoj këtë si që. Dhe si na vjen shpopullimi, kemi së pari uljen e lindshmërisë,
besoj që gjithë bijem dakord këtu, jemi në normën më të Këto ulët. janë fakte, janë opinione. Jemi në normën më të ulët fertiliteti që kemi pasur ndonjëherë në 1.21 lindje për grua. Gjithashtu jemi në normën e emigrimit të barabartë ose më të lartë se sa vende të cilat janë në luftë. Pra aty janë larguar mbi 30% e popullsisë në 12 vitet të fundit. Sipas të dhënave të Eurostatit, që persona që kanë shkuar me dokumenta apo në mënyrë ilegale drejt Bashkimit Evropian dhe për vende të tjera. Tani jemi përballë një fakti. Të gjitha vendet, tani ti duke thënë që nëse vjen PD-n pushtet e rregullon këtë punë? po patjetër. Si rregullon? Do ta shpjegoj. Si ndalon dot ata që ikin? Un jam, jo, nuk i ndalon dot njerëzit që ikin, por që njerëzit ikin duhet të kenë vullnetin e tyre të lirë dhe të kenë Ku i zgjedhje. bën shkollën ti? Në Shqipëri dhe në Amerikë. Po ti ke ikur? Ke pyetur ti për parti politike? Po un jam kthyer o zotrin. Un jam kthyer. Tani si do të kthesh ti? Un jam kthyer sepse un besoj Por si do të kthesh djalin e Julias ti? mund të bëjmë diçka në Shqipëri. Sa vjeç është djali juaj? 20 po. 20. Jeton në Shqipëri? Tani është kthyer. Tani është kthyer. Shumë mirë. Jo tani, ka 1 vit që është kthyer. Okej, përfundimisht apo përkohësisht? Atëherë, un kam qenë një nga propozuesit për krijimin e Ministrisë Familjes në Shqipëri. Kam shkuar në Hungari. Kjo shumë bukur. Dhe duke marrë model Ministria Familjes për herë të parë në historinë shqiptare. E ka model Hungaria? Po. Po të tjera shtete kanë? Është edhe Austria, po e ka pak më ndryshe. Hungaria, Ministri Familje shumë bukur. Hungaria ka modelin më klasik të parit të familjes si investim dhe jo si shpenzim. Sepse, çfarë presupozon kjo? ja, ju shpjegoj. Siç po e thoya, vendet përballen me një trilema. Trilema do të thotë, mund të zgjedhësh vetëm 2 nga këto të treja. Ke fertilitetin e ulët, zhvillimin ekonomik dhe vazhdueshmërinë etnike. Vendet si Japonia në vitet 70 kishin fertilitetin e ulët dhe gjithashtu donin të kishin vazhdueshmërinë etnike dhe përpaksa nuk shkuan në kolaps ekonomik. Kemi rastet e tjera të Gjermanisë këto dekadën e fundit që të kishin fertilitetin e ulët, donin që të kishin Okej, po çfarë do bëjmë ne? Më duhet që ta çoj këtë si koncept deri në fund. Dhe çfarë ndodhi? U detyruan që të merrnin njerëz nga jashtë, raca të tjera, jo gjermane, në Gjermani dhe në 2024 pa dashur të jem racist apo islamofob fare, jam personi më i dashur me të gjithë personat dhe besimet e tjera, por emri më i përdorur ishte emri Muhammed në 2024 për lindjet e reja. Tani në Shqipëri ne kemi përpara disa fakteve. Kemi lindshmërinë kemi shumë të ulët. Zhvillimi ekonomik mund ta bëjmë si diskutim që unë besoj që është një flusk. Jo, çfarë do bësh Ministria e Familjes? Çfarë konsiston? Çfarë do sjell? Ministria e Familjes do ta shikoj familjen si investim dhe jo si shpenzim. Që do të thotë, do të rritet lindshmëria. Po si po krijove Ministrinë e Familjes ti, rritet lindshmëria, po ku do ta diej? Ja ju a shpjegoj. Të gjitha nënat të cilat bëjnë 3 fëmijë atëherë do të jenë përjashtuar përjetësisht nga tatimi mbi të ardhurat personale. Jo, e ka dhe pse e ka politik të nuk e ka. Ka atë bonusin e bebes të vogël. Personat në momentin që familja bën 4 fëmijë, atëherë dhe babai. Po, është edhe për fëmijën e tretë. Po pra, merrni vetëm bonusin, po më them do të përjashtohet përjetësisht nga tatimi mbi të ardhurat personale përveç bonuseve. Do të thuaj që nëna dhe babai. Nëna dhe babai. Tani nuk paguajnë taksa, nuk do të paguajnë më tatimi mbi të ardhurat personale. Tani, për sa i përket pjesës së banesës, ne e dimë shumë mirë që njerëzit dhe të rinj, nëse duan të kenë lidhje me një vend, atëherë përveç familjes duhet të kenë edhe një pronë apo jo. Shteti do subvencionojë për çiftet e reja që duan të krijojnë familje dhe të martohen, ato down payment, në momentin që ti do marrësh një kredi bankare, ti duhet të kesh një 20 ose 30% që ta kesh para pagesë dhe pastaj do të marrësh pjesën tjetër. Shteti ty do të subvencionojë deri në 30.000 euro për të marrë këtë kredi. 30.000 euro që ti do ta paguash mbrapsht me 0% interes drejt shtetit dhe në momentin që ti bën fëmijën e tretë, kjo pjesa e mbetur e kredisë ty do të falet. Pastaj ke pjesën 5.000 çifte do jenë në vit me kredi që do të marrin nga shteti me 1%. Pjesë e programit PD-s? Po, janë pjesë zyrtare e programit demokratike. Janë propozimi imi, janë propozuar ti. I kam propozuar unë. Janë bërë pjesë e programit zyrtar të Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike është zotuar që do të bëjë implementimin e këtyre pikave, është një program me disa pika, në momentin që ne do të marrim qeverinë në 2025. Do të ka shumë gjatë apo të bësh deputet, ti bësh ministri i familjes. Kjo mbetet për të parë, por Ministria e Familjes është propozimi jonë. Yuli, atëherë më se e lam te modeli dhe te... Po, se ti nuk the. Kështë modeli juaj? Se po dëgjoja kam mbajtur pak shënime dhe ndoshta bëjmë kështu pak interaktive. Atëherë edhe unë mendoj për veten që nuk ndjek në një model caktuar politik. Mendoj që originaliteti... Mendoj që originaliteti secilit prej nesh është shumë i rëndësishëm dhe kjo bën pak ndryshim në gjitha staturën që ka politika. Nuk e di Rama? Jo, nuk e kam e di Rama. Nuk e ke di? Kam veten në këtë rast, do jap originalitetin tim. Edhe është shumë e rëndësishme. Po, në politikën botërore, Julia,
Kam përshtypjen që do kesh. Unë nuk e kam ndjekur shumë politikën botërore, kështu që po Trumpi më pëlqen me atë Trumpi, se ai nuk me atë karizmën e tij. Jo, me atë paparashikueshmërinë. Edhe paparashikueshmërinë e tij, sigurisht. Edhe nëse ka Rama ca gjëra aty të paparashikueshme, edhe Rama i paparashikueshëm është Julia tani, të themi kështu tani, nuk është i parashikueshëm. Po, në fakt mua më ka surprizuar për mirë, nuk e kam menduar që do ishte kaq mirë, siç është. Edhe me gjithë rrugtimin që kemi bërë, e kam njohur ndryshe, edhe ka shkuar shumë. Tani do të pyes shumë lart. Si u futët, si u bëre pjesë e listës? Të thiri Rama, thiri dikush? Atëherë unë vendosa vetë të bëhem pjesë e listës, mendova që është momenti i duhur për të folur, për treguar. Jo, u futa te platforma deputetit që dua. Je futur aty? Po. Megjithëse ishte pak kështu strange. Isha nga më të vjetrat e të rinjve që aplikuan, edhe ndjeva pak veten keq në fillim, po vendosa shumë veta më thanë jo, edhe unë thash pse jo, dhe kjo është motoja ime. Edhe pse do kalorin një filtr. Jo, u bë një proces për zgjedhje. Jo, e di se kanë pasur, kanë trajtuar. Po, si duket, vendosa dhe për mua. Dhe kisha shumë surprizë në fakt. Dhe po të kisha kohë do bëja ndryshe dhe të punoja. Si u futu? Jo, unë nuk e kisha surprizë. Unë garova në primare të Partisë Demokratike. Po, sa vota more? More mjaftueshëm sa për të kaluar. Jo, sa vota more, leri këto mjaftueshëm. More 166. Me 160 vota do bësh deputet ti. Shiko. Në statutin e Partisë Demokratike. Që në Tiranë. Në Tiranë. Në statutin 160 shok. Tak. Ti du fisi, familja, lagja. Jo, po ka diçka, për shembull babai im nuk voton dot sepse nuk është antar i Partisë Demokratike. Primaret nuk antarësoheshin dot ata. Jo, nuk antarësoheshin dot. Primaret ishin primare kualifikuese dhe jo rankuese. Pra, vendi jot në listë nuk do të përcaktohej nga pak e marr, Jonathan, pak e marr, 160 nga më i votuarit deri te më pak i votuarit. Se këtej kanë thënë Jorida Tabakut që mori ja 400, sa mori Jorida Tabakut dhe i thash i ke kot 400 se janë shumë pak. Fisi Tabaku vetëm fisi të bënde ty, jo. Po, prandaj jemi në garën e madhe me 11 maj. Ka të bëj vetëm antarësinë. Pra, ka të bëj vetëm antarësinë. Dhe ka dy modele. Në momentin që unë zgjodha që do të garohen primarët e Partisë Demokratike, unë nuk jam një njeri i strukturave që të kam pas një angazhim të gjatë në strukturat e partisë, mund të kem pasur disa të tjerë. Dhe thash do të fokusohem. Ke votuar në herë ti? E sa herë në Shkuptim? Jo, a ke votuar herë të tjera? Jo, nga po sa herë? 2 herë si i bie me moshën 2 herë? Po. 2 herë. Për kë ke votuar? Po për Partinë Demokratike kam. Jo, mund të votoj edhe në parti tjetër, ose s'është në një gabim. Po është partia në të cilën unë besoj. Nuk është gabim të votosh në parti tjera, por është partia e cila shkon drejt me bindjet e mia. Tani nuk mund të votoj unë për një. Për kë ke votuar? Unë kam votuar për Partinë Socialiste, sidomos për emrin. Emri është shumë i rëndësishëm. Gjithmonë. Edhe emrin pastaj sigurisht aty. Kështu që nga primaret e partisë mjafton. Kur ishte në zgjedhje PD kam votuar PD. Kur në 92 ke fjalë. Mirë, në 92 okej, ndrosh edhe regjimi. Po, rrezosh dhe regjimi atëherë tani. Kështu që me primaret kualifikuese mjafton që ti të kaloj atë pragun. U fokusohet tek degat e dola i pari, dola më i votuar nga të gjithë 82 kandidatët të cilët ishin në primare dhe morën një rezultat të kënaqshëm. Duke marrë parasysh pastaj dhe angazhimin tim politik, angazhimin tim publik, u vendos që do të isha në listat e hapura. Jonathan, me shumë respekt për këtë hyrjen tënde në politik, po këtu kam ca emra unë në listën e hapur Tiranës, Kreshnik Çollaku, Jorida Tabaku, Edit Targji, Muslim Urrizi, Ilda Xhulali, Ilir Meta, Shpëtimi Drizi, Dhurata Çupi. Si do fitosh me këta ti? Pa ato e vendosin qytetarët. Shiko, nuk e vendosin gara ime, nuk është që të fitoj kundra personave brenda Partisë Demokratike. Formula është e tillë që ke betejë aty brenda tani. Beteja ime është që të fitojmë zgjedhjet e 11 majit. Po? Dhe me fitoren e zgjedhjeve të 11 majit, do të fitojnë gjithë shqiptarët, jo vetëm ata persona. Okej, po pyetja ime është si do bësh deputet ti kur ke përballë Kreshnik Çollaku, Jorida Tabakun e tjerë. Po nuk ka asnjë lloj problemi sepse qytetarët janë të lirë të zgjedhin, duan një person me një angazhim të gjatë politik, apo duan një të ri i cili është politik, do të përfaqësoj vlerat konservatore në parlament dhe do të jetë përfaqësues edhe i të rinjve aty brenda. Julia, Anila Dena, Erben Plumbi, Pandeli Majko, Blerina Gjula Meti, Erion Braçe, Blendi Gonxha, Tilda Gjona, Fatmir Xhafa, Klotida Bushka, Mimi Kodheli, Ermonela Felaj. Ti e kështu vallëzim me suq kështu. Në zuri, unë them mes kolegësh, se me suqëri. Po çi kolegë këta? Po prandaj unë them që duhet zgjedhë njerëzit modele me origjinalitetin. Si do fitosh me këta? Po nuk ka lidhje me ata. Unë kam lidhje me veten time, me qytetarët, sidomos ata që më njohin, ata që kanë trokitur një ndër time, si ata që kanë besim te mua, si ata që kanë pas lidhjen direkt, si ata që u shkoj përballë dhe nuk ja kërkoj votën me të tjerë.
Edhe unë mendoj që ne në lista hapur jemi ata që jemi më luftarakët. Edhe sigurisht jemi një skuadër që është shumë e rëndësishme. Unë jam pa zonë, se këtë përshtatëshme, unë jam gjithë Tirana, mund të votoj Kavaj, Rogozhi, gjithë Tirana, Kamza, Vora, dhe unë shkoj kudo, kërkoj votë kudo. Ku ke bërë takimet? Atëherë takimet kam bërë kudo. Ku? Nga Vora, në Petrel, në Kamaz, në Rogozhi, në Kavaj, në 101, në 102, në 103. Të thotë do jeni nga këta që ka zona, thotë çdo këtu jam unë. Unë kam drejtën time të kërkoj votën e qytetarëve, aty ku edhe nuk kërkon pjesa tjetër e kandidatëve. Kush mbështet më shumë, Julia? Atëherë më shumë mbështetin trinjt, sepse di të shpjegoj shumë mirë pse duhet të rinë në Shqipëri, pse duhet punojnë dhe çfarë mundësish kanë. Ajo që ndoshta ne nuk kemi bërë mirë këto vite është që ne nuk kemi promovuar mundësitë që u kemi dhënë të rinjve. Sepse mundësitë sot të rinjt kanë pafond. Do thënë thjesht është e nevojshme ti orientohesh ata. Edhe unë e bëj shumë mirë këtë. Djali për të parë voton mamin këtë herë. Ka të votuar edhe herë tjetër. Po, 18, se është njërë 2 vjetë. Po, zgjedhjet parlamentare. Kjo është gjë më e bukur. Djali për të parë do votoj mamin në Tiranë. Si që djali që ta përshëndesin? Geri, dame. Geri, të përshëndesin, do votosh mamin për para. Sa gjë e bukur kjo. Edhe po punon me studentët, me... Djali, po ndihmon, ha? O, sa bukur kjo. Ndërkohë po ndihmon dhe mami. Mamaja? Shkon në çdo shtëpi në lagjen time. Babai po merr, se nuk është shumë mirë shëndet, po merr në telefon miqtë dhe shokët që t'i lajmëroj. Atë që bëm në fillim kur morëm vesh emrin, të gjithë ishim të surprizuar edhe ima u gëzuar për që pa mbiemrin e familjes, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe po kërkojmë vota te përmetarët që janë përmetarët nga babai dhe gjirokastritët, nga Përmeti. Dhe sa mamane kam me mbiemrin Shaplo nga Gjirokastra, ka lindur në Palortot të Gjirokastra. E thosha me zogu, më të mirët në Shqipëri, thosha janë përmetarë, thosha. Ti është një histori... Nga Otova, është babai. Nuk e dhja të historinë me Sefi Vllamasit, që i tha me zogu, ka qenë një deputet i nderuar shumë i mirë, dhe i thiri i tha, Sefi do të tregoj një sekret, i tha, po mos i thuaj njeriu, tha, i kanë vënë bombat, i kanë vënë dinamit parlamenti, tha. Unë të me rova, tha, edhe mbret, që e duke bërë, i thash, a je në vete, a je mori seriozisht, mos e i fi, tha, ti kujton, tha, se të gjithë janë përmetar të mirë si puna jote, tha, ta duen vrarë, tha, të gjitha, se të gjitha më kërkojnë, tha, duen bërë ministra, tha. Po ishte humor shumë i bukur. Ty kush të mbështet, kush të ndihmon për fushatën? Babi? Kemi ngritur një shtab. Po, dhe çfarë ke aty në shtab? Unë jam i deleguar në 108 dhe 116. Ke zonën tonë? Që do të thotë, kam zonat e mia, por zona 8 në Tiranë e Re? Jo, zona 8 është zona vjetër e Tiranës, Selvia, zemra e Tiranës. Zemra, Tirana e vjetër që një nga di pranat aty më lart. Po, një nga benefitet e mia. Po 6-ta? Jo, 6-ta është kombinati. Po, të ketë 8-ën dhe 16-ën. 16-ën është zona e Astirit. Astirit. Shumë ekstreme i paske këto. Po, kështu u mendua sepse dhe Astiri kishte nevojë për një. Po kush ndihmon? Kë ken staf? Po, janë 3 shtabe, pra shtabi i njësisë nr. 8, shtabi i njësisë nr. 16 dhe shtabi i personal që do të punoj në Akilin ku e ke? Akili është shefi i shtabit. E vone headline. Pra u kap prime. Shefi i shtabit të djalit është babai. Po, patjetër. Pra ne vazhdojmë traditën familjare. Se na ndjek pastori. Që janë çik çum babi, ëh. Por unë e di, jam çun babi. Je çun babi. Jam çun babi, jam çun mami, jam çun i familjes. Tani leri këto tani, po të thosh çun mami në brezin tim ishe qullac, kështu që leri këtë çun mami. Njerëzit në Tiranë e dinë që nuk jam qullac, kështu. Nuk je? Ja. Fare. Sa ndikim ka babi? Se më duket sikur ka shumë ndikim për ty. Është gjë e mirë, gjë e keqe. Babi nuk ka qenë asnjëherë imponues, që do të thotë gjithmonë ka treguar rrugën, por në fund fare ma ka thënë që si ta ndaj me djalin tim, unë e mendoj me tim bir, them, shiko, deri këtu bollë qëndruj, pastaj lej krimbi, them, ore, t'ja them dhe këtë se është më mirë, them. Po fillon që me punën e besimit. Pra, përsa i përket besimit ton personal dhe si familje, babi më ka thënë kjo është rruga, por në fund fare kur ti të shkosh ditën e fundit përpara atit, nuk do t'ja mund do të nkraqe do të justifikoje tek pull. Kështu që nëse ti nisesh me këtë qasje që në fund fare përgjegjësia është personale, atëherë bën mirë ta dëgjosh çik babin me këshillat që t'jep, se është ndër të paktët njerëz që ta duan më të mirën në. Po mamaja çfarë thot? Po mamaja është vlonjate, është pak më. Se babi nga e ke? Po babi është Brezi 4 në Tiranë.
Tiranë, si brezi ka të kuptim brezi? Edhe stërgjyshi im në Tiranë. Si nga Tirana tani, se tani Tirana jam lindur dhomë. Me origjinë të largët, ne jemi nga Delvina. Po këtë thue pra se më thoshte njëri që kështë lindur në vitet 1970 ca, që unë jam Tiranës. I thash, shko, ti ke ardhur vetëm 4 vjetë për para me në Tiranë, i thash. Dhe e kuptoni, i thash? Kështu që Tiranësa janë ata të lagja i thetit, ai bloku aty. Ajo zemër e Tiranës. Ne, domethënë si familje jemi mbi 100 vjet në Tiranë, por nga ana tjetër, a dini që unë kam lindur në Shkodër. Ti je, domethënë familja jote është 60 vjet më e re ardhur në Tiranë se sa familja ime. Po. Por në fund të ditës unë kam lindur në Shkodër. Pra sa herë. Po baba dhe mama kanë qenë misionarë në atë periudhë, që në 96 kanë qenë në Shkodër, edhe në luftën e krizës. Jo thjesht sa beson në Zot, por sa herë ti je besimtar në cilën fe? Jam i krishter. Jo, i krishter po, por protestant. Protestant. Ti Julia? Ortodokse. Ortodokse. Të dy jeni besimtar. Po. Praktikant. Sa herë bën ato lutjet e tua ti në ditë? Po nuk ka një shifër. Ure sa i bën ti? Nuk ka një shifër, nuk ka një numër të caktuar. Për shembull, ne Jo ne, ti, unë. Unë në këtë periudhë jemi pjesë e një grupi në Kish që kemi nisur një Kisha juaj ku është? Deri në periudhën e Pashkës është në Pazar të Ri. Që e quajmë lutja 5x5. Pra 5 herë në ditë nga 5 minuta. Lutesh 5 herë në ditë? Po patjetër. 5 herë në ditë lutet minimumi. Minimumi. Pra, marrëdhënie Jonathan Pano, kandidati i Partisë Demokratike në Tiranë, 5 herë në ditë lutet. Mos më thuaj si lut ndonjëherë për të bërë deputet. Ka diçka. Unë lutem që vullneti i Zotit bëhet. Në qoftë se është vullneti. Po, e ke shprehur këtë? I e lutur aty? Jo, dua të jemi kujdesshëm pak me lutjet. Nuk e ke bërë, nuk e ke futur lutjet. Nuk dua të lutem. Ta abuzosh me lutjet. Të abuzoj. E bukur. Pra, unë dua që në qoftë se kjo gjë është nga Zoti për mua, atëherë do të bëhet. Dhe nuk ka gjë që ta ndaloj. Julia, sa herë? Atëherë unë lutem në gjest. Jote me Zotin? Edhe unë besoj shumë Zot. Je praktikante? Gjithmonë jam praktikante dhe ortodokse. Gjithmonë kam parimin që asnjëherë mos i bëj keq tjetër ose mos i bëj atë që nuk do që ta bëjnë ty. E para, e dyta, lutem gjest që dita të shkojë mirë dhe të kemi shëndet edhe gjithçka të jetë si dielli çdo ditë dhe ndark falenderoj Zotin për ditën që kam kaluar edhe familjarisht po dhe për njerëzit e tjerë. Sigurisht për mua ky rrugtimi nuk është qëllimi final, as jeta vdekje, por po e shijoj shumë fushatën, takimet me njerëzit, eksperiencat e tyre, këshillat e tyre, edhe problemet e tyre, po dhe zgjidhjet që ata mendojnë dhe po kam një pasuri në vetvete dhe sinqerisht falenderoj Zotin, falenderoj Partinë Socialiste, po dhe Edi Ramën që u bën pjesë që më zgjodhen mua këtë herë. Panel interesant. Në diskutim shumë. Kush të pyeti ty? U supyet. Shumë, jo, jo supyet afër, se e the për atë ti po. Është merite juaj, se po, absolutisht. Interesant, nuk kisha qenë ndonjëherë në diskutim mediatik. Ti kujtoj se shikoj vetëm Edi Ramën atje dhe bëhet perceptimin tënd po. Partia Socialiste nuk ka vetëm 1-2 atyre. Tani, kam një pyetje të tillë. Okej, dakord, ju tha disa gjëra nga programi këtu edhe për veten tuaj folën, por çfarë vlerëson ti te Partia Socialiste? Se e di që ke kundërshtar politik, po a ka ndonjë gjë që vlerëson te Partia Socialiste dhe te Edi Rama dhe te qeverisja? Po. Çfarë? Kreativiteti. E kam vënë në shumë gjëra, janë shumë kreativ. Ti dukesh je djalë i sinqert dhe faleminderit për. Çfarë ti vlerëson te Partia Demokratike? Se do dëgjoj edhe Edi Rama, se mos thonë një gjë që si pëlqen atij, Juli ki kujdes. Po, sigurisht që ka njerëz që i vlerësohet e Partia Demokratike dhe kjo është e rëndësishme, edhe më pëlqen parimi që ata kanë që të mbrojnë demokracinë, por ka vetëm një problem, që unë e shoh që nuk janë, domethënë sado kanë një konstante që ri konstante, nuk është se ri për të rinë veten. Edhe më vjen mirë që ka lista të reja dhe me te listat e hapura ka të rinj, po duhet të kishte patjetër dhe te listat e mbyllura të ato që janë. Domethënë Julia thotë që babi im thotë që është çik pa qef thotë në këtë moment dhe ka qenë duhet kishte patjetër njerëz si. Duhet të zhvendësuar me mua thot Julia. Tani edhe juve duhet keni këtë qasje. Thot Julia me fjalë të tjera ato. Duhet dhe ne duhet bëjmë patjetër një politik tjetër, jo ato që kemi parë zakonisht që zihen e grien e historira dhe nuk punojnë njëri për njerëz, po punojnë për veten e tyre. Kështu që është shumë e rëndësishme që politika tani të fillojë re dhe mos ketë xhaketa të kthyer të rikthyer nga 100 herë, po duhet patjetër të investohet e trin. Dhe unë këtë u them. Edhe votuesve. Çfarë do të thonë kjo të kthyer xhaketë? E di këtë? Edhe të kthyer dhe të. Po jo çfarë do të thonë? Se ke idem fare, pse as djalim se di këtë.
Di çfarë është kjo xhaketë të kthyre? Po, xhaketat. Prindrit tan. Jo. Mbaronte kostumi 10 vjet që i zbardhej dhe nuk e flakte. Shkonte te rruba Qepsi dhe kthente nga ana tjetër. Domethënë, sikur unë këtë ta kthej. Kjo këtu kthej këtej. Kjo pjesa e brendshme. Dhe më tregonte i Matra më pas. Erdhi një herë tha një funksionari i lartë politik. Edhe mua ma bënte gjyshe xhaketën. Ma kthente një, ma konsumoje nga përpara dhe pastaj kthej nga ana tjetër. Tha, ishim në sallë, tha, dhe ai po fliste, erdhi nga Tirana dhe tha, shikoni tha, shoku Enver tha, në Tiranë tha, mbaron xhaketa tha e kthen nga ana tjetër tha. Ndërsa këtu tha besoj tha në njërin nga ju tha, nuk ka që keni kthyer xhaketa. Unë tha i mat mendoja që vetëm unë kisha të kthyer xhaketën nga ana tjetër. Kur dolëm dhe po pyesim njëri tjetrin, më rezultoi që kishin të gjithë xhaketat kthyer nga ana tjetër. Do të thonë, që sa e bukur ishte kultura atëherë më. Ishte kulturë. Tani, kam një pyetje për dy. Nëse ju fitoni, me thënë drejtën, shumë pak shanse keni. Nuk fitoni. Deri këtu tani. Unë jam shumë i lumtur që ju kam këtu dhe do doja shumë që thua këtë. Jo, po, jam shumë i lumtur që të ishit. Po e keni të vështirë, mo, këtu janë ujshri tani. Ti jemi realist tani. Është gjë sa dua unë. Unë mendoj që njerëzit janë më realist. Julia, njerëzit nuk gënjen. Ti e di se sa të vlerësojnë ty. Njerëzit e di shumë mirë. Dhe ty për shkak të babait, se sot po njoh për të vërtetë dhe dua shumë, po. Pyetja ime është, nëse ju dy do ishit në parlament, si do silleshit me njëri tjetrin? Më thënë çik sikur do kesh Julian aty në krah. Do dalësh në një tim foltore do thosh ajo Julia, e me ato fjalë që i dëgjojmë ne. Apo dhe ti Julia do dalësh në foltore do thosh ti Jonathan, je i tillë, ja jeni këtu se kjo regjistrohet. Se do bëni deputet një ditë, jo ndoshta këto zgjedhje dhe pastaj unë këtë do ta katoj, do t'ja nxjerr. Çfarë premtimi bën që do kesh Julian në parlament? Shiko, unë nuk kam asgjë kundër me Julian. Pra unë lufta ime, kur të zë atje brenda, ti nuk e di se jeni Thara Mizalia jeni, nuk i dini sa gjëra ju të rinj. Betejë ime është me ideologjinë dhe me keqëverisin e Partisë Socialiste. Nëse unë shikoj Julian, që Julia po, siç po shoh në Këshill Bashkiak, që ulin kokën, ngren kartonin, ndërkohë që miratohen lloj dhe dalliqesh. Po patjetër që do i them që është gabim. Nëse unë e shoh që Julia do etiketosh me fjalë të papranueshme, këtë po them që i dëgjojmë. Nuk jam ajo natyrë. Nuk jam ajo lloj natyre. Më kanë etiketuar, më kanë quajtur fashist, më kanë quajtur homofob, po patjetër. Më kanë quajtur ultranacionalist. Nëse fashisti është kështu si ty po. Po këtë po thëndon dhe them nëse unë jam fashist, se dua që ta shikoj familjen tradicionale ashtu si Zoti e ka krijuar, atëherë është. Atë shtrëngojmë dorën Jonathan. Julia. Atëherë unë për momentin e kam kontratën tani deri 11 maj me votuesit. Dhe unë i them votuesve mos shpërqendrohen nga premtimet apo nga çfarë u thuhet në fushat, duhet të besojnë patjetër. Jo, do të jap atë mesazh, po për këtë nëse do jesh në mesazh, do jesh në sallë me do jeni deputet 2. Do kesh ndonjëherë guximi që të thot partia Julia. Sulmoje Jonathan. Absolutisht, sulmi për mua janë argumentat. Edhe nëse në nivel personal nuk diskutohet fare. Edhe nuk e kam bërë kurrë në fakt me asnjë dhe absolutisht nuk do ta bëja me një të zgjedhur nga njerëzit. Ti ke të zgjedhurit tu, unë zgjedhurit e mi dhe ne duhet të tregojmë një model të jashtëzakonshëm për ata. Të rria sikur ti kishit ju dy në parlament, parlamenti ishte më i bukur dhe më i. Po pse e thua sikur? Se duket sikur, po patjetër që do jemi. Unë nuk e kuptoj pse ti flet kështu, ti nuk e di fare ç'a bëhet në terren. Edhe njerëzit janë terreni është duke shkuar te njerëzit që kanë besim dhe te njerëzit që krijojnë besim dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jemi në fund, Jonathan, te kamera atje, pse duhet votojnë ty? Një mesazh për zgjedhjet 30 sekonda deri 1 minutë. Pastaj ti Julia. Në zgjedhjet e 11 majit te kamera. Patjetër. Të gjithë qytetarët e Tiranës do të kenë mundësinë që të votojnë një të rinë në politikë dhe të votojnë Partinë Demokratike. Kemi një program konkret se si mund ta bëjmë jetën tuaj më të mirë, se si të rinjtë dhe të reja të duan që ta ndërtojnë jetën e tyre këtu, shqiptarët të kthehen në vendin e tyre dhe Shqipëria të bëhet me të vërtetë madhështore. Kështu me 11 maj votohet numri 1 Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe kandidati më i ri në qarkun e Tiranës Jonathan Pano. Julia, për ty? Të dashur qytetar dhe votues të Tiranës, të gjithë qarkut të Tiranës, duhet votoni Partinë Socialiste, sepse është ajo parti që për të rinj gjithmonë veten, që ka gjithmonë të rinj në gjakun e saj, që punon për të rinj, që punon për Shqipërinë në Europë 2030, që punon për dinjitetin e shqiptarëve.
kudo që janë, sidomos ata që janë në diasporë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse është promotori i të drejtës themelore që kanë shqiptarët dhe në diasporë të votojnë për të zgjedhurit në Shqipëri, ku ata kontribuojnë pafund për familjet e tyre, për shtëpitë e tyre. Votoni numrin 5, që është Partia Socialiste, por gjithashtu më votoni mua, sepse do jem një model si ju. Një njeri thjesht që ka ardhur nga puna dhe që përfaqëson të gjithë të rinjt, nënat dhe të gjithë ata që e duan vendin e tyre, si unë që nuk kam ikur kurrë nga Shqipëria dhe kam punuar gjithmonë për Shqipërinë. Votoni Julinda Dhamen. Në Tiranë? Në Tiranë, në qarkun e Tiranës. Ju falenderoj shumë. Se mos keni merak se të rinjtë e di si thonë, ore po keni folur 45 minuta, ore kisha ca gjëra pa thënë, se mos keni një gjë për ta thënë. S'ke. I them të rënë. I the të rashi. Nisa unë duhet falenderoj që jemi kaq komod këtu në studion tënde dhe që je kaq original që e keni të hapur studion e Dekalogut, sa herë ju të mendoni po. Dhe keni pak më shumë besim që do fitojmë. Jo, këtë do thosha tani. Shiko, dëshira ime shumë e madhe që ju jeni, sepse ju tregohet një qytetari këtu dhe jeni për më tepër që jeni të rinj. Por e di kush është meraku im, janë ata ujshrit aty, ato ujkonjat politike. Njerëzit nuk janë budallaj. Unë ato uroj pastaj. Okej. Fjala jote në vesh të Perëndis. Ju falenderoj. Julia, suksese në 11 maj. Jonathan, suksese. Shumë falenderoj. Dhe më lë të them edhe gjithmonë këtë, të fala shumë babit. Të fala pas. Do të thënë, është i sukses shumë babi yt. Falenderoj. Të nderuar teleshikues, ndoqët të emisionin Dekalogut për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.